Shikoni, kur flasim për të drejtën fjalën e lirë, të drejtën e fjalës së lirë, flasim vërtet për drejtën e fjalës së lirë, ku çdo kush mund ta sheh, edhe të jep sugjerime, të jep të dhëna, edhe të jep hamendësime, edhe për sa i përket institucioneve dhe për sa i përket medjave. Gjithsesi dallon pozita, sepse kur flet një kryeministër me 51%, ka një tjetër peshë dhe bëhet pjesë e raporteve ndërkombëtare, po është tjetër pjesë kur flasim ne nga pozita e opozitbërjes. Vetëm një sekond. Unë e njoh nga afër kryetarin Abdi Gjiku dhe ai është një dashamirës i fjalës së lirë dhe medjave, ka qenë pjesë vetë e tyre dhe për aq sa unë e njoh, ai edhe tha, i lavdroi media e gazetar, ka gjithku përjashtime siç ka edhe në politik, mund të ketë edhe në media, po unë besoj që është tepër mirë që të mos përgjithsojmë, të flasim konkretisht, flasim me dhëna, se asnjë fenomen që përgjithsohet nuk është pastaj, nuk jemi duke fol sakt. Edhe kështu që, por, merreni diçka që Kosova asnjëherë nuk ka qenë pjesë e raporteve ndërkombëtare për fjalën e lirë, sa ka qeverisë LDK-ja. Kështu që LDK-ja nuk është a priori parti që sulmon as mediat, dhe ka një dallim, ju thash, por kur e dëgjon kryeministrin, pastaj ajo është një gjë tjetër, duhet të mësohemi që kur ka kritika, të ketë kritika të arsyeshme, jo të përgjithshme, të arsyeshme, konkrete, për fenomenet duhet të mësohemi që të diskutojmë, sepse në vende demokratike duhet diskutojmë për sistemet e llogaridhënies, sistemet ku transparencën e gjitha institucioneve publike, po pa ngarkesa dhe pa ngarkesa për aq sa flasim në princip dhe për ta bërë krejt sistemin demokratik të Kosovës për me funksionu më mirë. Qëre ka shembuj ndërkombëtar shumë të mirë ku i rregullohen, edhe mediat vetë rregullohen, ndërtohen autoritete, edhe kredibile. Prandaj duhet të synojmë gjithmonë. Po unë sot nuk jam e thirrur që të diskutoj as t'ju jap modelet se cilat janë modelet më të mira, absolutisht. Po për krahjen absolute e kanë mediat në parim nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kjo është një princip dhe një gjë që na ka përcjellur për gjatë gjitha viteve. Ylli Hoxha, deklaratat e sotme për me kalu të LDK-ja. Mendoj që është një spirale kështu katën e ngarkuar dhe jo specifike. Tash, a ka bazë në atë që thëtë Zoti Kurti që kemi sprovë prej shërbimit sërb me na dëmtu? Po, është vetëm mediat? Jo. Pse nuk flasim të azëm që mund tjetë provë me blena i deputet, provë me blenë dhe i drejtor të një kompanije, provë me bo, dhe më dhe nuk i shpëto këti para gjykimi askush. Pra,